Qendra Regionale për Aftësim Profesional në Gjakov për vitin 2014 ka aftësuar 184 kursante të profesioneve të ndryshme, ndërsa gjarteni për kompanitë të cilët po trajtohen në mbështetjet e UNDP-s. Shaban Laha, drejtori i kësaj qendre, thotë se tashme këtu aftësohen pothuaj kursante të gjitha lamive. Aftësimet profesionale nuk janë të lidhura me kohën, po me shkatësitë e kursantit që të bëhet kompetent për kryeni zanat caktuar. Ato zgjasin dhe në 3 muaj dhe kursantet janë nga ma të ndryshmet. Kemi duke filluar sa i përket strukturës kualifikuese me shkollë fillore dhe deri me përgatitje të lartë superiore. Qendra për Aftësim Profesional është e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Republikës së Kosovës për kurset të asistentëve të administratës elektrikës dhe saldimit. Një pjesë e konsiderueshme e të trajnuarve gjejnë punë. Sipas disa sondazhe që janë bërë më herët nga një organizatë e huaja këtu që vepron në Kosovë, numri i punësuar varet nga profesioni. Qendra Regionale për Aftësim Profesional së shpejti pritet të dalë në objekt të ri ku do të shtohen edhe dikastere të reja në profesionin e automekanikëve, elektrikës dhe kontabilitetit dhe shumë të tjera.